Rok Toma, futbollisti I Partizanit, shpagu lojtari I ndeshjes Partizani Vllaznia. Autori I golit të parë të avantazhit për të kush, por që nuk e mbajti skuadra juaj. Gjithsesi, urime për suksesin tuaj Toma. Atëherë, faleminderit shumë dhe jam shumë I lumtur për ekipin. Dham jashtëzakonisht shumë, ishim gjithë agresiv bashkuar në çdo moment. Jam shumë I lumtur për golin. Pavarësisht se meritonin ta fitonin këtë ndeshje, besoj unë. Dhe kaq, shpresojmë që të vazhdojmë kështu në ndeshjet e tjera. Toma, kishte fallë në duetin një bënjë me Gjini? Nuk besoj se unë as nuk I shkova me erdhi ai, nga mrapa nuk me pau dhe lëshoj veten për atë. Kështu besoj që goli ishte I rregullt dhe kështu valla arbitri. Toma, ju keni ardhur nga jashtë, fillimisht luajtët me sukses me Teutën e Durrësit, tashmë me një ekip poshtë Mallsa Partizani. Ndjeni I vlerësuar? Ndjem shumë I vlerësuar, më kanë pritur shumë mirë, te Partizani, tifozat, gjithë stafi, presidenca, gjithë. Dhe shpresojmë të ecim sa më mirë. Rok Toma është me origjinë nga Malësia e Madhe. Padyshim ju një element tifozdeko me Vllaznin e keni në gjakun tuaj. Po, e kam thënë dhe në intervista të tjera që jam tifoz I Vllaznis, por luaj me Partizanin dhe s'kam çfarë të bëj. Nëse të ardhmen do të ketë ndonjë ofertë nga Vllaznia për Rok Tomën si I përgjigjen? E kam thënë dhe këtë në intervistë dhe kam dëshirë qef të luaj një ditë me ekipin e Vllaznisë. Dhe për të mbyllur, ky gol I sotëm me Rok Tomës për kë shkon dedikimi? Dedikimi shkon për familjen, për gjithë shokët e mi dhe gjithë ata që më përkrajnë. Urime. Faleminderit shumë.